edhe pse periudhë dimri në këtë fundviti punohet ende në spitalin e Tropojës, po synohet përmirësimi i kushteve në urgjencë dhe ambientet të observimit të pacientëve. Edhe pse me mungesë të theksuar të mjekëve, ato shërbime që funksionojnë në këtë spital po ofrohen në kushte optimale për pacientët e shtruar. Jashtëzakonisht nuk e kam prit se është kaq i rregullt ky spital. Shërbimet i kena shumë të mira. Me pastruese, me infermer, me mjek. Drejtori i spitalit Kuti Mreqa thotë se fal bashkëpunimit me donator është ndërhyrë jo vetëm në ambientet e urgjencës, por edhe ato të laboratorit, kuzhinës e tjerë. Sfidë mbetet sigurimi i mjekëve të specialiteteve. Jemi në negociata edhe për mjek okulist dhe një kardiolog që i kemi domosdoshëm, sidomos duke parë që shumë pensionistë u duhet sidomos të rimbursojnë recetat për ilaçe të kardiologut dhe okulisti për patenta, për kështu duhet të shkojnë kuks. Për spitalin e Tropojës, duket se viti 2026 do të nisi i mbar. Në projekt buxhetin e ardhshëm është parashikuar një fond rikonstruksioni prej 2.2 milionë euro. Për vitin 2026 ju kanë akorduar 2.2 milionë euro për rekonstruksionin e tij. Ne kemi bërë dhe projektin për këtë rekonstruksion dhe mendojmë që shpresa është e mirë në të ardhmen. Spitali Tropojës ka një kapacitet prej 100 shtretërish në të cilin funksionojnë repartet përkatëse përfshirë edhe maternitetin.